Sigurisht, kur flasim për pavarësinë, kur flasim për leadershipin, kur flasim për ndjesitë që ne kemi, çdo gjë lidhet ngushtësisht me qytetin e Vlorës. Nga aty na burojnë një mori ndjesish, një mori, po themi, angazhimesh patriotike, një mori kujtimesh, gjithçka lidhet me atë qytet, me atë balkonin e vogël, me atë flamur dhe Ismail Qemalin, dhe pastaj historia vjen pas tij. E pikërisht për të folur për këtë gjë, për mënyrën se si ka ndikuar në jetën tona, se si pavarësia është një kuptim i veçantë, sot kam kënaqësinë të kem të ftuar në studion time Klevis Kaso, kryetar i Partisë Socialiste në qytetin e Vlorës. Mirë se vjen, Klevis. Si je? Si kalon? Mirë se erdhe dhe vazhdojmë me Evarist Beqiri, studiues pedagog. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Kënaqësia është e gjitha imja. Mirë se erdhët në këtë ditë kaq të bukur dhe kaq të veçantë për të gjithë ne. Sigurisht që të flasësh për mënyrën se si në realitetin e sotëm historia ka ndikimin e vet dhe se si leadershipi i ri ndikohet nga ndjesitë patriotike, nga ndjesitë që lidhen ngushtësisht me të qenit shqiptar. Kuptojmë edhe sfidat dhe po themi mënyrën se si duhet të udhëheqim për të shkuar përpara dhe për t'i folur sa më mirë brezit të ri. Dhe politika është një sfidë e madhe e cila në fakt, siç e thash edhe pak më parë, duam apo nuk duam ne, në ëndrat tona dhe të secilit politikan i cili ndërmerr një rrugtim në këtë fushë, një figurë është kyçe, ajo e Ismail Qemalit dhe e momentit më të rëndësishëm të paktët që ne njohim. Dhe këtë gjë do të dua ta flasim pak ëmbël, le të themi këtu, sepse nuk duam t'i bëjmë shumë politike gjërat, po për të mesazhet të bukura sot. Ne kemi përgatitur një insert për këtë temë, do ta ndjekim dhe do të rikthehemi në studio për të folur më gjatë. Profesor, po ju thras kështu, si lidhet me sfidat e leadershipit figura e Ismail Qemalit? Shiko, për mua lidhet në një mënyrë jashtëzakonisht domethënëse dhe të bukur dhe që sa ta lidh me librin që unë kam shkruar për të dhe që e kemi dhe në anglisht tashmë këtë vit. Unë jam befasuar dhe vetë kur e kam rizbuluar, sepse kisha lexuar vazhdimisht për Ismail Qemal Vlorën, gjithë po thoj diçka që ishte shkruar për të në Shqip, por nga ana tjetër, kur fillova të shikoja në këtë këndvështrimin e leadershipit, në komponentëve të leadershipit, pra duke analizuar vizionin e tij, karakterin e tij që është shumë i rëndësishëm, komunikimin e tij që ka qenë jashtëzakonshëm, menaxhimin e krizave dhe gjithë trashëgiminë e leadershipit të tij, patjetër që kupton edhe shumë më tepër vetë një artist si autor, si studius, si shkrimtar, por nga ana tjetër përpiqesh që edhe të tjerët i bësh të shikojnë gjërat pak ndryshe. Tani, nëse do ta themi si themi në Andena Vlora, që kur deti është i qetë, është i mirë dhe për të notuar dhe për të dalë xhiro me vark apo me anije, po kur deti ka ato tërbohet, i themi, ka ato valët ato, është çike vështirë të bësh kapitenin ose të lahesh të futesh. Nëse do ta përdorim këtë figurë, këtë metaforë, Ismail Qemali ishte një kapiten për ditë vështira, për rebesh, për fortunë. Pra, Shqipëria e 12-s ishte në krizat më të mëdha të në zjarr, në flak, domethënë, e pushtuar në gjithë anët. Ai diti të zgjidhte momentin, të zgjidhte kohën, absolutisht, të zgjidhte kohën e dur dhe jo se u kujtua vonë, ose jo se u kujtuan vonë si shqiptar, po për arsye të ndryshme, defektet dhe tonat, patjetër, defektet dhe tonat të klasës politike të kohës, të njerëzve që drejtonin të kohës, por ai bëri, si me thënë, atë koshin, nëse do të përdorim një gjë nga sporti, atë koshin në basketbol, ka qenë Klevisi e ditë që është ai koshi sekondës fundit që fiton e kthen ndeshjen, apo goli minutë sekondë fundit që fiton, dhe e nguli flamurin, e nguli atje ku nuk, po ngrit një herë nuk bie më. Pavarësisht dallëve pastaj të tjera që erdhën më vonë, edhe konsolidimit që do kohën e vet, se dhe sot ne luftojmë për të thuhet nuk bëhet Shqipëria, por Shqipëria është bërë. E bëri ai burr, domethënë Ismail Qemali e bëri Shqipërinë. Por ta bërë më të mirë, kemi të gjithë detyra dhe sfida. Nuk thuhet që ky vend zbëhet. Dhe kjo është disfatiste, si më thënë, shumë pesimiste, dhe ndonjëherë mua nuk më pëlqen kjo tezë që ky vend zbëhet. Ky vend është bërë. Mund të bëhet më i mirë, patjetër që mund të bëhet më i mirë. Dhe s'ka funde mira.
është e vërtet. Kleris, tani, sigurisht që të jesh kryetari i forcës më të madhe politike në vendin i cili identifikohet me pavarësinë dhe me Ismail Qemalin, është sfidë e madhe. Po, patjetër, është përgjegjësi, është krenari, është sfidë. Duke marrë dhe të shkuarën parasysh që ka pasur drejtuesa intelektual atë dashës si figura e babait të kombit e Ismail Qemalit, patjetër që kthehet në një detyrim përgjegjësi ndaj qytetarëve, ndaj historisë dhe ndaj fëmijëve tanë dhe të ardhmës atij qyteti. Si është ndjesia e vlonjatëve sot me figurën e Ismail Bey Vlorës? Po themi kështu sepse ai kështu gjithashtu është një tjetër. Emri i tij plot është pikërisht ky që ju sapo thatë, Ismail Qemal Bey Vlora. Bukur. Pra që ta saktësojmë dhe më fal Klevisi të ndërpres, Qemal sepse thuhet ndonjëherë dhe jo pa drejt, shpesh njerëzit kujtojnë se mbiemri i tij është Qemali. Nuk është mbiemri i tij Qemali. Qemali është një not. Vlora. Mbiemri i tij është Vlora. Unë pra kam njohje me pasardhësit e tij, me familjarët me emrin Vlora, janë trashëguesit direkt të Ismail Qemalit, por dhe familja nga unë vi është një nga firmëtarët Stërgjyshi, është shtylla kryesore e luftës së Vlorës, shtëpia ime nga shtëpia Marigo Posios është vetëm 20 metra në vijë ajrore e larg. Pra ti je vlonjat. Po, ne në çdo 28 nëntor ndjejmë patjetër atë aromën e festës së ade dashurisë dhe që Vlora simbolizon gjithë shqiptarin, të paktën për festat e nëntorit. Madje ka filluar të ketë një kulturë nga ana administrative ose bashkia po ofron shumë aktivitete për gjatë një jave që të kthehet Vlora destinacioni i gjithë shqiptarisë, i gjithë shqiptarëve për ta frekuentuar, si pasojë ose si rrjedhojë e kësaj feste që duhet të identifikojë të bikrenar të gjithë shqiptarët. Feris, pse mendove që duhet pikërisht tani një tjetër libër për leadershipin e Ismail Qemalit? Ti thua që ka gjëra të pathëna dhe të papara deri tani, ku e bazon këtë gjë? Unë e bazon në faktin njerë që ne nuk i kemi parë asnjëherë figurat tona historike në këndvështrimin e leadershipit. E para njerë për faktin sepse është një disiplinë e re dhe në botë. Por bota patjetër që ka qenë pak më para nesh në këtë aspekt studimesh dhe modele, nxjerrje në patë modelesh që i vlen shoqërisë. Neve kemi bërë shumë pak në këtë aspekt. Pra, ne kemi folur që Ismail Qemali është një diplomat i zoti, një politikan i zoti, por ndërkohë nuk i kemi shpalosur vlerat e vërteta të leadershipit të tij asnjëherë. Dhe në librat që janë shkruar, qoftë në kohën e monizmit që kanë shumë vlera, librat që janë shkruar nga studiusit, nga historianët e kohës, dhe unë kam pasur fatin t'i lexoj të gjitha, apo dokumentet që janë shpalosur në atë periudhë, por ishin kufizimet ideologjike të kohës, ishin faktorë të tjerë që ndikonin, dhe nuk janë nxjerrë si duhet, nuk na vinë sot në ditët tona, ke mundësi të pafundme për të eksploruar arkiva, për të nxjerrë në pa dokumente, dhe unë mendoj se shumë pak është nxjerrë për Ismail Qemalin. Dhe unë vetë ndër vite që u ka filluar... Sa vite ke që mresh me këtë... Unë kam lexuar për pasionin tim prej vitesh po. Kam shkruar libri botimi i parë ka dalë në 2022. Tani kemi botimin e 4 në shqip, por ndërkohë kemi në anglisht botimin e parë dhe që vjen si një augur i mirë në këtë përvjetor të pavarësisë dhe për të huajt, jo vetëm për ne shqiptarët, sepse është një shprehje e bukur e një njeriu të shquar që i përket kishës katolike, ai një nga këta drejtuesit e kishës, është parlamentan edhe quhet Gioacchino Ventura. Edhe ai thot një shprehje që më ka ngel në mendje. Dhe thot njerëzit e mëdhenj nuk i përkasin vetëm një kohe apo një kombi, por ju përkasin të gjitha korave dhe të gjithë kombeve. Pra këta njerëz mund të mësojnë të gjithë janë universal. Pra kur lexon për Ismail Qemalin, për problematikat me të cilat ai është përballur, për sfidat e jetës së tij, për mënyrën se si ai ka menaxhuar këto sfida të mëdha, ka pasur një jetë shumë të vështirë. Po ta shikosh që nga lindja dhe derisa mbylli syt, jetë e mbushur me sfida, me dallë, shumë sakrificë ka bërë gjatë jetës. Pra, trashëgimia e tij familjare ishte e tillë që në breza ata kishin luftuar
për çështjen kombëtare. Pra, na ndonjëherë ne kujtojmë sikur edhe është ky miti që u kujtuam në fund edhe na bëri Austro-Hungaria edhe na bën tjerët. Po nuk është ashtu, nuk është e vërteta, po është shumë më komplekse e vërteta historike. Po ta analizojmë. Familja e tij është persekutuar. Absolutisht, gjyshi i tij është vrarë në 1829 në janar 1829 në Janin dhe pikërisht sepse doli dhe luftoi, bëri projektin e parë për të shkëputur, pra që në kohën e revolucionit grek. Dhe është një histori më vete ati, e pas zbuluar fare dhe historia ati, ka bërë kuvendin ndërkombëtar të Beratit në 1828. Dhe për këtë fakt u vra nga Osmanët pabesisht në Janin. Dhe u mor haka pastaj në Zenel Gjoleka kështu me radhë. Jati i tij ishte një nga liderët udhëheqësit e kryengritjeve të Tanzimatit, ku ishin gjithë prisit e jugut. Ai vet u internua bashkë me Jatin, me familjen, një pjesë të familjes u internuan nga Vlora në vitet 1800, në fundi 1840-s, 1847 kështu bëra. Kur ishte fëmijë 3 vjeç. Të gjitha këto ngelen në memorien e tij. Kur u rit, pastaj ai vazhdoi u edukua me iden e shqiptarizmës. Ishte e jema e tij që e edukoi me frymën si një shqiptar i mirë. Pra njifte shqipen shumë mirë, shkruante, lexonte. Pra e kishte fokusin shumë të qartë. Absolutisht, kishte një ndjenjë dhe të gjithë ata që e kanë njohur, po ti shohësh edhe njerëz të shquar të kohës. Njerëz të shquar, parlamentari i shquar grek, ka qenë kryetari i parlamentit Levidis, quhet në një familje e shquar greke, thotë këtë pikërisht të gjë. Kishte një sens të jashtëzakonshëm të përkatësisë etnike të vendit nga vinte. Donte vllazëri midis kombeve thotë tona, por nga ana tjetër kishte një ndjenjë përkatësie, një dashuri të jashtëzakonshme. Dhe kjo shquhet tek gjithë veprimtaria e tij. Nëse ai do donte reatin, siç e tham, nuk do donte të futej detit me 7 ball, do rinte në Stamboll ai. Ishte e lusni për të bërë ministër, e lusni. Po nuk donte atë jetë. Donte të bënte diçka për Shqipërinë. Dhe që kur iku 1900-ën që u arratis, me ashtu që e famshme mënyra se si iku dhe kemi zbuluar edhe dokumentat britanike, sepse ishin britanikët që ndihmuan në 1900-ën në maj. Dhe kemi bërë një ekspozitë të bukur, se po flisnim me Klevisin parë në Vlorë, në Muzeun e Pavarësisë para pakosh, me këto dokumente shumë interesante, dosjen e tij të plot, dhe pikërisht kjo del në pa aty. Pra ai iku për një kauzë, për një kauzë të shenjtë, që ishte kauza e Shqipërisë, e shqiptarizmës. Pra për të bërë diçka thot për vendin tim. Këtë thot dhe në kujtimet e tij. Pra kështu që asgjë nuk është rastësi mendoj unë në këtë botë dhe në këtë jetë. Pra ka rregullat e saj dhe fati dhe historia e kështu me radhë. Levis, çfarë mund të flasim për këtë ndjesi të jashtëzakonshme në ndërgjegjen qytetare të vlonjatëve, pra? Unë jam dakord të flasi vetëm Evaristi. Ja bër librin. Jo na duhesh edhe ti të duhesh pak për të janë të pak njerëzit që u lumtojnë në kaq detaj erojnë të kombit dhe përgëzime Evarist. Patjetër që në Vlorë Vlora është e lidhur automatikisht me figurën e Ismail Qemalit. Mjafton të televizësh në trevat e tjera shqiptare dhe nëse ti bën një muhabet normal për të diskutuar diçka dhe sportive, ka mundësi ta lidhin me figurën e Ismail Qemalit, me leadershipin e tij, me mënyrën se si ai kur Shqipëria rezikonte ekzistencën e saj, ai me vendimarrjen e një politikani të urtë por guximtar, arriti që Vlorën dhe gjithë Shqipërinë ta shpalli të pavarur ndaj gjithë gërësisë, do të thosha unë, jo vetëm otomane siç dhe ne jemi mësuar ta quajmë shkurt, por gjithë gërësisë së rajonit për ta coptuar Shqipërinë dhe të gjitha trevat shqiptare. Pyetja që ndron, çfarë ndodh në Vlorë këtë ditë? Çfarë bëni ju atje përveç se të qenit patriot, që tani sigurisht e keni dhe fat, ku ju ra dhe ky fat, që tani unë ta thash fatin e krijon njeriu. Vlora ku ju ra dhe ky fat, tëra e keni. Vlora ka fatin të bëj gjithmonë lajm. Prandaj ka nisur pavarësia aty, nuk është rastësore si tha dhe Evaristi, por ndryshe nga më para kur ne kemi kam përjetuar vetëm datën 28 dhe përgatitjet në shkollat që beshin për të thënë një poezi, ishte shumë e lokalizuar festa, tani nuk është më e lokalizuar, është në barë kombëtare. Ashtu si thashë më para, gjithë autoritetet e Vlorës me në krye bashkimin Vlorë vënë dispozicion një mori aktivitetesh të shtirë për gjatë një jave, që nga data 23 deri në datën 30,
ku do të përfshihen qendra kulturore të fëmijëve, teatri Petro Marko, koncerte që kulmojnë datën 28 me këngëtarë dhe artistë mëdhenj të vendit, por si vjet kemi dhe një gjë që është për të veçuar. Është maratona e 5 që bëhet në Vlorë, është e certifikuar nga maratona e Vrapit, nga autoritetet ndërkombëtare të Federatës së Atletikës, dhe kjo është e dedikuar është bërë për festat e nëntorit dhe quhet Run for Independence. Kështu që patjetër që Vlora, ose ashtu siç e thash më para, autoritetet drejtuese të atij qyteti po mendojnë që festën e 28 nëntorit mos ta kenë vetëm një festë standarde të ngritjes. Themi drejtën, vitet e kaluara kanë bërë shumë aktivitete të forta ku jemi fokusuar. Në këtë pikë e pranojmë rivalitetin. Ne jo vetëm e pranojmë rivalitetin, por që nuk është bio, do thosha. Ska det Tirana. Kështu që të gjitha këto aktivitete, vëmendje e shtuar e autoriteteve dhe krijimtarisë së madhe të gjithë ardashëve të qytetit, historianëve të qytetit, bëjnë që mund të kalohet një fundjavë shumë e bukur, duke festuar për çdo që e ndjen këtë fest, po edhe duke qenë se përkon në ditë pushimi të zgjeruara ose disa ditë bashkë, patjetër që mund të kalohet një fundjavë shumë e bukur në qytet, dhe duke ndjekur dhe këto aktivitetet që bashkia dhe qyteti ofron. Ti vetë nga Vlora në Tiranë? Jo. Do rishëm Vlorë. Do ktheheshëm. Patjetër. Patjetër, sepse nuk mund të mungojë kryetari i Partisë Socialiste në Vlorë ditën e festës. Mendon që ky brez i ri politikanëve është ndikuar nga figura e Ismail Qemalit si model frymëzimi? I shikon atë për këtë gjeneratë? Unë do doja që të ndikohesh akoma më shumë dhe si duhet. Pra, jo thjesht për të mitizuar ose thjesht për të hiperbolizuar personazhet historike shumë, por për ta njohur si duhet. Pra me të gjitha ato drithijet e çdo figure, jo vetëm Ismail Qemalit, që është një figurë qendrore, themon, nga Gjergj Kaçio Skënderbeu, është Ismail Qemali, pastaj në historinë tonë, ai që vën në vend gjithë trashëgimin e tij. Se pa 28 nëntorin nuk do kishim arsye pse të mblidheshim e të ta përkujtonim çdo vit, domethënë, dhe është për fatin tonë të mirë që është një datë dhe kujtimi, domethënë, dhe i trashëgimisë së Gjergj Kastrioti, sepse vetë Ismail Qemali ishte ai që e donte që ta lidhte këtë, sepse dhe në fjalën e tij këtë thotë. Pra duket sikur shpirti i heroit thotë më zbritja ditë në Vlorë me duar që më dridheshin kur mora flamurin, thotë. Dhe tjetra, një nga aktet e para që këto dihen pak, janë ca detaje të bukura, një nga pullat e para postare që janë lëshuar nga qeveria e Vlorës është pikërisht ajo që përkujton Gjergj Kastrioti Skënderbeun, e bërë nga qeveria e Vlorë nga Ismail Qemali. Pikërisht me këtë, domethënë, është përndar në gjithë botën ajo pull e parë, që duhet gjetur dhe duhet sjell këto që janë koleksionistë, duhet i sjellin këto detaje, sepse është një gjë që na nderon, pra është trashëgimia e dy heronjve tanë, që është në themelet e shqiptarizmit, në identitetit tonë si shqiptar, dhe ne duhet i njohim jo vetëm politikanët, që patjetër është gjë shumë e mirë dhe lëvizja është nga Vlora, por jo vetëm ata që janë nga Vlora. Kjo ju vlen gjithë shqiptarëve, mendoj unë. Dhe nuk ka vend këtu për, domethënë, ato se ne shqiptarët kemi qef këto për të dalim pa, jo e bëm ne, bët ju, nuk ka lidhje kjo. Kjo është një gjë që ka të bëjë me thelbin e identitetit tonë si shqiptar. Dhe sa më mirë ta njohësh këtë thelb dhe ato personazhe që kanë ndikuar te kjo gjë, aq më mirë do bësh dhe punët nesër. Pra, sa më mirë ta njohësh Ismail Qemali Vlorën, figurën e tij që ne unë them se e njohim shumë kontributin e tij, do thotë. Kontributin e tij në çështjen kombëtare, por jo vetëm, ai ka kontribut përtej kësaj, sepse ka qenë, tu them një fakt tjetër interesant, ka qenë shqiptari i parë që ka drejtuar një organizatë ndërkombëtare në rang global, po flas, kjo e rëndësishme kjo organizatë. Është Komisioni Evropian i Danubit. Ishte vetëm 27 vjeç, në 1870 e ka drejtuar afërsisht 3 vite. Dhe është dhe një fotografi shumë e bukur, nuk e di ku kanë sjell. E ka që arritje sfidë e madhe për ju prezin e rit politik. Jo, nuk është sfidë, shikon, ne nuk do bëjmë të gjitha, as Ismail Qemali Vlora, as se ka sfida të tjera sot. Për fatin e mirë, kemi sfida shumë të lehta, mendoj unë, se ç'kishin ata përbalë. Por ama, nga këta duhet të mësojmë dhe duhet të frymëzohemi, duhet të motivohemi nga këta njerëz. Për t'i bërë ato punët që kemi sot, që çdo lider ka mision të frymëzojë pasancit e vet, kështu që Ismail Qemali e ka bërë në maksimumin e vet, nuk besoj se do të dali një lider tjetër shqiptar që të frymëzojë sa Ismail Qemali. Ka krijuar kombin
ka krijuar Shqipërinë, kështu që me kontribute të shumë patjetër se patriotëve të tjerë nuk mund të mohohet kontributi askujt. Klevi, si e shikon leadershipin e ri politik në Vlorë? Sigurisht, fakti që ka kaq traditë dhe Vlora ka qenë gjithmonë një qytet shumë i rëndësishëm në politikën shqiptare. Pothuajse në të gjitha rastet ka qenë një nga qytetet që ka përcaktuar edhe dukshëm rezultate, situata të rëndësishme, pra gjithçka lidhet me një figurë të rëndësishme, por ama edhe vetë si qytet, traditat dhe personalitetet e politikës kanë qenë shumë. Vlora është një qytet që premton shumë dhe për të ardhmen, dhe patjetër është një nga qytetet që thonë ose kemi dalë një konkluzion që akoma nuk është gërvishur për potencialin që ajo mbart dhe ka si nga ana gjeografike ku bën pjesë, po edhe nga potenciali i burimeve njerëzore. Dhe patjetër një leadership ose termi i leadershipit aty qytetit duhet të zhvillohet çdo ditë më shumë, ku të ketë të rinj dhe të reja që me vendimarrjet e tyre të çojnë Vlorën një hap më përpara se çfarë është dhe realisht duke krahasuar jo për të bërë politikë se thamë që jemi për tjetër gjë. Po sigurisht është rëndësishme të japim një duke bërë një krahasimore me Vlorën e para 15 viteve me Vlorën sot, dhe ne që jetojmë aty shikojmë që jo ka ndryshuar çdo gjë, por është transformuar njësisht dhe koncepti i çdo vlonjati për qytetin e vet dhe se si atë do ta shikojnë në të ardhmen. Dhe patjetër që figurat e ardhshme politike të atij qyteti duhet janë ato që japin vën pikën mbi i për të ardhmen e atij qyteti, për mënyrën se si aty do jetë politikbërja e të ardhmes në të mirë të gjithë shqiptarëve, se Vlora nuk është vetëm e vlonjatëve, me potencialin që ka do jetë e të gjithëve, aty do të ketë strategji zhvillimore shumë të mëdhaja si nga aspekti infrastrukturor, ekonomik, turizmi dhe pse jo dhe në aspektin social dhe sportiv, ku Vlora ka pas gjithmonë potencial shumë të madh. Një pyetje e fundit, Evarist. Po. Shkurt. A është e vërtet shpreja, ka thënë Ismaili, unë jam Ismail Qemali dhe mbrapa më vjen historia? Shumë mirë që më bëri këtë pyetje. Nuk e ka thënë Ismail Qemali këtë. Është një tjetër një figurë që e ka thënë në një mënyrë tjetër, po Ismail Qemali bëri historinë dhe mbrapa i erdhi historia dhe populli ja këndoi atë këngë. Pra të themi jemi ne që kemi thënë Ismail Qemali, mbrapa të vjen historia. Ismail Qemali ka thënë shumë gjëra të tjera të bukura, shumë batuta të tjera të bukura. Një njerëz që bën historinë ashtu nuk e thot kur atë. Shumë të kemi raste të tjera dhe ti. Falenderoj shumë nga zemra dhe duke ju uruar festa të mbara kombëtare, sigurisht me shumë njerëz në qytetin e Vlorës. Ju lë takim ndonjëherë tjetër, pse jo? Me shumë kënaqësi. Me shumë kënaqësi. Faleminderit pra që ishit me mua sot dhe faleminderit që gjithë atyre. Më fal që ndërpres ishte pa drejt ftesa se ishte një nga lumtuesit më të thellë. Jo, se ti plotëson pjesën na sjell aromën e Vlorës, se unë jam Tiranë, ti je në Vlorë, na sjell freskinë e detit, kënaqësi shumë e madhe. Do të kemi rast sërish. Faleminderit dhe ju. Mirë. Përfundojmë këtu emisionin ton edhe për sot, duke u falendëruar të gjithëve që na ndoqët. Ne u takojmë sërish në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.